të ardhmes, fiks, sot, midis Shqipërisë që kemi pasur për kaq shumë vite dhe Shqipërisë që ne kemi misionin t'i lëmë fëmijëve tanë që ta kenë asaj në Bashkimin Evropian. Dhe ajo Shqipëria në Bashkimin Evropian kërkon sakrifica të gjitha llojeve. Dhe drejtësia është e vetmja sakrificë reale që politikanët bëjnë kur kanë fuqi, sepse lëshojnë pushtet, dorëzojnë një shpatë me rrezikun që ajo shpatë të vejë te koka e tyre. Dhe ajo shpatë mund t'ju vejë te koka e tyre me të drejtë dhe pa të drejtë. Por ama këtu ndahet dhimbja për të vazhduar që ajo ngrehin e brisht të ndërtohet pa kthim me pa fuqinë për të përballuar dhimbjen, por njëkohësisht edhe me kthimin mbrapa në histori. Prandaj Partia Socialiste nuk ka asnjë mundësi të kthehet mbrapa, se nuk ka asnjë shans që t'i tradhtoj fëmijët e këtij vendi. Por nuk ka edhe asnjë shans që t'i tradhtoj të gjithë ata të cilët i dhanë këtij vendi në të gjitha mënyrat e tyre, qoftë si rilindas, dëshmor apo martir të komunizmit, qoftë edhe si punonjës të thjesht hekurudhash, apo bujq të thjesht kooperativash. Sepse në një mënyrë ose një tjetër, të gjitha ata, për arsye të ndryshme, kishin një fiksim në kokë. Shqipëria të bëhet më e mirë. Dhe një gjë duhet ju them të gjithë atyre socialistëve që në emër të partisë, në emër të punës që bëjnë, në emër të kontributeve, kërkojnë favore për hesap të asaj që kanë bërë dhe që për këtë partia duhet t'ju rregulloj dhëndrin në punë. Cili hero dhe dëshmor i luftës nacionale shqiptare do ta kërkonte këtë favor në emër të gjakut të tij? Cili? Përkundrazi. Çdo hero dhe dëshmor që është atje te Varrezat, çdo socialist që jetoi këtë periudhë si pensionist veteran dhe që sot është në botën tjetër, ndjehet i poshtruar nga përdorimi i kontributit për të rregulluar dhëndrin. Dhe arsyeja pse ne jemi akoma sot këtu në mandatin e 4, nuk është se ne nuk kemi bërë nga këto, kemi bërë shumë nga këto, por ama përsëri njerëzit e dinë shumë mirë që gjithsesi ne jemi të vetmit që një kufi moral të kësaj natyre me njerëzit e këtij vendi e njohim dhe e respektojmë. Dhe kur ai kufi shkelet, e refuzojmë. Dhe dua t'ju them në mbyllje, se u zgjata dhe unë si Musaj, dua t'ju them në mbyllje, Musa nuk the diçka tjetër ti, the 5 gjëra, apo do thosh edhe i tjetër. Ti ke një merit, Musa, që ti nuk e do sot, por që ty do të mbetet. Ti ma ke dhënë mua kartën e Partisë Socialiste pa lejen e Fatosllanos. Unë të thash ku është organizata, Musa, ti qeshe po ç'të duhet i organizata. Se me ata merrem unë, se i kishim ndarë detyrat. Isha thënë Musait, Musa, me Tiranën merrem unë, me ata merru ti, mos mi afro ata këtu. Unë do të sjell të rinj. I thash Musa, ku është? Keni ju një zyrë atje, një gjë atje ke lagja ime, unë jetoja me qera te rruga Elbasanit në një dhomë i kuzhinë atje. S'po e them për kështu, po ashtu ishte e vërteta. Edhe flija kështu në diagonal.